Një aksident trafiku që ndodhi mesditën e sotme në segmentin rrugor Prishtinë-Gjilan, më saktësisht pranë liçenit të Badovcit, ishte fatal për një drejtues mjeti. Drejtuesi i automjetit i Prenault, Shoqëri Mahmuti, u përplas për vdekje me 2 automjete të tjera, një veturë dhe një kamion. Mahmuti ishte pjesëtar i Policisë së Kosovës dhe shërbente në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjilan. Në aksidentin që ndodhi rreth orës 12:05 përveç Mahmutit, që u nda nga jeta, 2 personat e tjerë u lënduan rënd. Rastit ju përgjigjen njësindet e relevante të policisë dhe ato mjekësore. Të lënduarit u bartën për trajtim mjekësor, ndërkaq prokuroria nisi hetimet për këtë tragjedi rrugore. Lidhur me aksidentin, detaje ka dhënë Flora Ahmeti, zëdhënëse e policisë për rajonin e Prishtinës. Sot rreth orës 12 në rrugën Prishtinë-Gjilan ka ndodhur një aksident trafiku midis 3 automjeteve, 2 vetura dhe një kamioni. Si pasojë e aksidentit në vendin e ngjarjes, ka humbur jetën një person dhe janë lënduar 2 të tjerë, të cilët janë dërguar për tritment mjekësor. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal, tha Ahmeti për mediat në Kosovë.